Selam aleikum të dashur miq, ky është emisioni Drejt për Drejt e thëna e pa thënë, dhe sonte si zakonisht me Hoxhën Ekrem do të vazhdojmë këtë rrugtim ku do të sjellim një temë tjetër, ndërsa në pjesën e dytë do t'ju mirëpresim juve që na telefononi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se takojmë be. Hoxh, shpesh themi mjaft me fjalë, le të shihen veprat. Çka do të thotë kjo nga këndvështrimi I besimit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fjala mundet me qenë vepër, edhe nëse është vepër, atëherë ka vlerë dhe peshë shumë të madhe. Për shembull, shprehja e dëshmisë së besimit, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është një prej degëve më të rëndësishme, më me vlerë, më me peshë të imanit. Fjala e vërtet, e sakt, e drejt, aty ku mungon drejtësia dhe mungon saktësia, edhe ajo është një prej veprave më sublime. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sayyidu shuhada'i, më me peshë prej të gjithë dashmorëve, është ai dashmor I cili ngritet edhe ja thot të vërtetën në sy pushtetarit, e urdhron ka e mira, e ndalon prej të keqës, edhe ai si pasojë pakënaqësisë me të e vret këtë që e thot, edhe kjo bëhet dëshmor prej dëshmorëve më të mirë. Mirë po, ekziston edhe ana e kundërt e kësaj medaljeje. Ekziston ajo që realisht në radhë të parë nuk është e vështirë për të vepru, në rastin tonë nuk është e vështirë për të thanë, edhe e dyta për shkak të ndikimit minimal ose për shkak se mungon fare ndikimi, ajo edhe mund të mos ketë atë shumë vlerë, e kjo nëse është qëllimi I pyetjes tënde, kjo është ajo të cilën Islami e ka demasku, e ka zhvesh prej, ose e ka qitën pas se nuk ka ndonjë vlerë të madhe. Kurani fa madh në mënyrë sistematike, neve si besimtar na edukon që të mos jetë bagazhi ynë kryesor e as I vetmi fjala, teoria. Por bagazhi duhet paralelisht jetë teori edhe vepër praktik. Për këtë arsye, në Kur'anin famadh e hasim me 10 herë, mbasi me 100 herë, alladhina amanu wa amilu salihat, ata cilët besuan dhe vepruan vepra të mira. Ndërsa nga njëherë përmendet vepra e mirë, edhe pa u shoqëru me besimin, për shkak se besimi mund t'i parapri, ose duhet t'i parapri, thot Allahu, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Ai cili bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar. Pra çështja e besimit është diçka që kryhet lehtë edhe thjesht, mirë po ajo pastaj do të mbetet e freskët edhe e dëshmuar në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet praktikës. Andaj për zgjedhja e asaj që ka thonë mjaft folëm, hajde punojmë, menoj se është pikërisht në frymën e një edukate kuranore, një edukate të cilën Kurani fuqishëm e promovon. Allah I madhruar, pra sigur se thashtë në 100 vende në Kuran, ose në 10 vende, hajtë mos të teprojmë, thot ata që besojnë dhe bojnë vepra të mira. Në një vend, Allah I madhruar madje çorton kështu, thot, ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, o ju që besuat, përse flisni atë që nuk veproni. Tani është kritik. Kjo është kritik shumë serioze, është çortim I rand, që realisht ne si besimtar, për arsye se nuk ja ka bërë dikujt tjetër këtë çortim, Allahu thirrja ashtu ju që besuat. Pra kjo na drejtohet pikërisht neve, edhe ne si besimtar duhet këtë çortim ta marrim seriozisht. Edhe besimi është diçka që duhet të ripërtrihet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla ath-thawb fas'alu Allah an yujaddida imanakum. Thot me të vërtetë imani vjetrohet në zemrën e ndonjërit për juve, ashtu sikur se vjetrohen teshat. Andaj luteni Allahun që t'ju ripërtri imanin. Ndërsa një ajet kuranor është shumë interesant, bujar, nuk e di atë ka kalu në gjatë leximit të Kuranit, sigurisht e ke pa, po mendoj është interesant se duhet të ndalë, thot Allah. Në fakt mendja më shkoi te ihdina siratal mustaqim. Edhe aty, aty do të kthehemi mirë, po jo një ajet tjetër.
thot ja ju helledhina aminu. O ju që besuat, besoni. Çka do të thotë o ju që besuat, besoni. O ju që besuat, vazhdoni të besoni. O ju që besuat, keni besu, por shifni, a jeni në rregull, a keni rregullu besimin tuaj ashtu si duhet edhe a keni kuptu, a jeni duke përjetu, pastaj a jeni duke qëndru në nivelin të cilin besimi e kërkon, e lyp. E kjo bëhet me një vigjilencë të vazhdueshme, duke jetuar edhe duke vepruar pikërisht ashtu qysh na nxjerr Kur'ani. Vazhdimisht ju që thoni, po kemi besuar. Po. Vazhdimisht kërkohet praktika. Madje ka raste kur Allahu mase e përmende kur dikush thot kemi besuar, thot Allahu qalatil a'rabu amanna. Ka disa beduin që than kemi besuar, Allahu ju thot qul lam tu'minu. Thuaj akoma s'keni besu. Walakin qulu aslamna. Ju sapo jeni nënshtru. Ju sapo e keni qitë një hap të thjesht mirë, por nuk keni hyrë në thellësitë e besimit ashtu si duhet. Krejt kjo nuk është, as nuk duhet të kuptohet si tendencë e Kur'anit për t'ua mohu njerëzve të arriturat, qoftë dorëzimin, qoftë besimin, qoftë kështu me radhë, mirë po duhet të kuptohet si vërejtje e vazhdueshme e cila i nxit njerëzit që të ngritën në aspektin e besimit dhe kjo ngritje nuk bëhet me pretendime. Lejse bi emanijikum ola emaniji ehlil kitab, thot Allah i madhruar. Nuk është si pas pretendimeve tuaja, ashtu sikur se nuk ishte si pas pretendimeve të pasuesve apo të thjestarëve të librit. Me ya'mal su'an yujza bih. Ai i cili vepron keq, ai do të përballet me të. Ajeti tjetër pastaj o me ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha. Ai që bën vepra të mira duke qenë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ata do të futen në xhennet dhe do të shpërblehen aty pa llogari. Që në kupton praktika ka rezultat. Praktika është esenca. Praktika është esenca. Dhe në fakt hoxh, shpesh dëgjojmë njerëz të flasin për vlera, por e kanë të vështirë të zbatojnë ato, të hedhin në praktik. Dhe mbase kjo është edhe dobësi njerëzore. Por në anën tjetër, a është e rëndësishme ta dallojmë idealin me praktikën? Fillimisht do të themi kështu bujar. Mungesa e gatishmërisë për me zbatu vlerat e duke qenë prezente gatishmëria për të folur për to, veç se i devaluan ato vlera. Pra e ka rrezikun e vet. Po gjithsesi. Do të thonë fjala edhe vepra duhet të shkojnë në një ekuilibër të vazhdueshëm. Ekuilibri duhet të shoqërojë të dyja dhe aq sa ka fjalë të paktën aq duhet ketë edhe vepër. Për ndryshe humbet ky ekuilibër edhe fjalët devalvojnë. Flasim për vlera, mirë, po askush nuk i merr seriozisht ato vlera. Do të na mbulon te heshtja pastaj hoxh. Po nga flisnim jashtëzakonisht pak nëse gjithçka shndrohet në vepër. Jo, po kjo është çësia ose këndvështrimi negativ, a unë insistoj ta kemi këndvështrimin pozitiv. E ai është jo të heshtim, po të veprojmë. Pastaj le të flasim. Po të flasim. Le të promovojmë kështu. Realisht nëse dojmë me bë një renditje, a më parë duhet të veprojmë apo të flasim, kemi edhe aty. Me shahadet është të flasim. Pra e themi, pastaj e veprojmë. Sa herë themi shahadetin, sa herë kemi borxh me thonë shahadetin. Një herë, po. Ja thonë një herë. Sa herë duhet me vepru mas andaj. E veç namaz do të 5 herë në ditë gjatë gjithë jetës. Veç azarim duhet çdo vit nga një muaj, veç zeqat duhet çdo herë nga një herë në vit e kështu me radhë. Ndërsa Allah i madhruar çfarë thot në surën Fussilet? Wa man ahsanu qawlan, kush flet më bukur se ai i cili thret tek Allahu, fton tek Allahu, bën vepra të mira e pastaj flet, thot unë jam njëri prej muslimanëve. Pra ne mund të themi unë jam musliman, po megjithatë kjo fjalë nuk do të ketë vlerë, do të mbetet si një zero, të cilës nuk i paraprin një numër që ka vlerë. E numri që ka vlerë para fjalëve është vepra. Kështu që kur ka vepra edhe kur ka qëndrim edhe kur ka praktik, atër fjalët padyshim që marrin vlerë shumë të madhe. Po them bujar, inshallah se çon Zoti dikon më na thirr në telefon me thon po edhe jo mjaft keni fol çonu punoni pas darkë po flasim. Jo, po edhe kjo çka po flasim ne është punë realisht. Pikërisht. Edhe në fakt hoxh, a duhet kuptuar kur flasim pra për fen ton, për fen islame, duhet kuptuar që është fe bindjes, është fe që duhet të bindemi dhe të veprojmë. Fillimisht po.
bindja i paraprin çdo gjaje, bindja i paraprin edhe dëshmisë. Na thamë, me dëshminë e besimit njeriu futet në islam, me çet hapin e parë. Pra është çështje e zemrës. Jo, çka dua të them me këtë. Ka pas raste kur njerëzit kur e kanë pranuar islamin, i kanë pas edhe në momentet e kalimit në islam disa hezitime. Dhe pa i eliminu ato pengesa nuk kanë kalu në islam. Për shembull, njëri prej sahabeve, nëse nuk më tradhton memoria, është Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhu. Pa ka rëndësi, veç më duket se ai ka qenë. Ka ardhur me pranu islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ka dashur me zgjat dorën me u besatu, e ka tërheq dorën. Ka thonë ja Rasulullah, e kam një kusht. Thotë, unë po du me u bo musliman, shumë jam i bindun edhe shumë jam, ama e kam një kusht. Kushti im është që Allah të mi falë gjitha ato që i kom bo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mos e tërheq dorën o Amr, pa, nuk e din ti që kalimin në islam është argumenti se Allah do t'i falë të gjitha ato që kanë kalu. Edhe haxhi i falë, edhe teubeja i falë, edhe kështu me radhë. Me një fjalë ja jep disa zgjidhje për këtë punë. Kemi rastin tjetër të kalimit në islam të Ebu Sufjanit, i cili ka ardhur në kampin e muslimanëve. Se Ebu Sufjani pak çaste para shlirimit të Mekës e ka pranuar islamin. Edhe ka ardhur në kampin e muslimanëve me besë, në besë të Abbasit, axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me ton natën Abbasi i ka bë davet, i ka fol o i shkret çu banu musliman se shkove poshtë ti e njeri i mendshëm çu pranoi islamin. Edhe ai ka hezituar deri të nesërmën kur është takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo realisht është në dëshmi e asaj që thati, se bindja duhet të paraprit të gjithave. Për shkak se kjo është renditja realisht, njeriu bindet, pastaj e shpreh atë bindjen që e ka, e formulon me fjalë, që është dëshmia e besimit, e pastaj atë bindje e konfirmon me vepra dhe çështo funksionon kjo punë. Me bë me mungu bindja, ai mundet me e thonë dëshminë e besimit, mundet ndoshta formalisht edhe me i kry disa veprime mirë, po ai nuk bëhet besimtar. Çka bëhet? Bëhet hipokrit. Kështu që bindja është ajo që padyshim që dëgjuam dhe u bindëm. Dhe hoxh, në anën tjetër, veprat janë veprim, mirë po ato flasin për brendinë e njeriut. Flasin për atë çfarë ka në zemër, apo jo? Po, duhet të flasin. Duhet të flasin për atë që ka njeriu në zemër. Edhe veprat janë adresa e asaj që ka zemra. Jo, do e mos gjithsesi, se Allahu e din çka kanë njerëzit në vepra, në zemra, e çka shpërfaqin me gjymtyrët e tyne. Mirë, po për neve që se dim të fshehtën, ne vlerësojmë, e në rast nevojë edhe gjykojmë sipas asaj që shohim edhe dëgjojmë. Sipas veprave që i shohim. Dhe është karakteri njeriut, pra vepra e tij. Po, bujar, a di se është puna. Njeriu beson, kur themi beson, kuptimi është e konsideron të saktë atë që e ka dëgjuar, atë e cila i është thënë, për cilën i është folur. Edhe në një farë mënyrë kjo është një hap i rëndësishëm drejt bindjes, dëgjuam dhe u bindëm. E pastaj ky besim gjithsesi duhet me e bë punën e vet në të gjitha ato komponentat cilat e përbojnë qenjen njeri, e që janë mendja, zemra, egoja dhe trupi. Këto duhet të funksionojnë si një tansi, ani pse janë të ndame, edhe Kurani me edukimin e tij e lunë rolin e vetë. Nëse zemra në radhë të parë e pranon atë edukat të Kuranit ashtu si duhet, ajo rregullohet momentin që rregullohet edhe mendja. Për arsye se ndryshe percepton ai që është besimtar, ndryshe percepton ai që nuk është i ktill, edhe pse njerëzit shumë i thirrën mendjes edhe thot logjika, arsyeja, racioja, për mua është gjithçka, nëse ajo më çon te besimi, logjika dhe mendja është shumë relative. Për arsye se është e kufizuar sikur edhe çdo gjë që njeriu ka në potencialin e vet. Sikur e kemi shqisën e të pamurit të kufizuar, shqisën e të dëgjuarit,
ashtu e kemi edhe mendjen të kufizuar, kështu që do të ishte gabim të insistonim që mendja të bëhet vlerësuesi kryesor i të vërtetës. Nuk do duhet të ishte kështu, se edhe mendja përveç që është relativa edhe nuk është stabile. Ti mund të mendosh një gjë sot, po dje ndoshta ke menduar ndryshe, nesër prapë do të mendosh ndryshe ose do të konsiderosh një gjë për të saktë. Pastaj është edhe egoja e cila duhet të nënshtrohet për arsye se njeriu është qenie komplekse. Nuk është thjesht ja mushim mendjen edhe realisht ai do të bëhet besimtar. Jo, ai mbase edhe mund të besoj. Domethënë mund të besoj në vërtetësinë e asaj që e dëgjon. Ebu Talibi, xhaxha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai besonte se ajo që i thonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte e saktë dhe e vërtetë. Mirë, po kishte diçka tjetër që e pengonte për ta pranuar të vërtetë dhe për ta manifestuar me komplet qenien e tij dhe me komplet veprimtarinë e tij. E të gjitha këto janë të brendshme, edhe zemra, edhe mendja, edhe egoja, e jashtëmja që realisht nëse do të ndalim në hise, që është 1/4 e qenjes njeri, është ajo e cila e konfirmon. Tash ne, kur e njohim dikend, do të thonë e njohim dikend veç me 1/4 e qenjes tij, ndërsa Allahu është ai i cili vlerëson ashtu si duhet. Mirë, po nëse ato të brendshmet, mendja e zemra posaçërisht funksionojnë ashtu si duhet, gjymtyrët gjithsesi do të dëshmohen si të dëgjueshme dhe asaj që i thotë zemra dhe mendja në rrugën e udhëzimit. Aqë shumë ka thënje të sahabëve, hadithe profetike që gjatë ditës ne i shohim dhe i lexojmë në rrjetet sociale. Do duhet të kishte më pak nëse i referohemi realitetit praktik të besimtarve? Prapë qasjen negative e ki. Mbase sikur të ishim ma të vëmendshëm, nuk do të gjenim kohë për të postuar dhe për të publikuar shumë, sikur edhe ne hoxhallarët nuk do të gjenim kohë për të folur kaq shumë, për shkak se do të ishim të zonë duke bërë vepra. Megjithatë, duhet të pranu se nuk është pengesë, edhe nuk është arsye mos me fol pse ti nuk e aplikon një gjë. Një gjë të cilën e din për të vërtetë edhe të saktë, duhesh me e thonë edhe nëse nuk je bash nivelin e asaj teorie. Pra nuk qenë ka problematike, sepse publikimi një ajeti, një hadithi është vepër në këtë rast dhe është thirrje. Përveç që është vepër, lexova dikun thotë o besimtar, në vend se të citosh ti shumë ajete, shumë hadithe, thotë bënu ti një ajet i Kuranit i cili eci gjallë në tokë. Ne duhet të organizohemi mes këtyre dy këndvështrimeve. Duhet ta marrim këtë mesazh. Po, shef, çka duhet me bëna? Vetë mos ndalemi. Janë dy këndvështrime, dy perspektiva, të dyjat janë të sakta. Edhe nëse e marrim vesh një anën, e kena me u ekuilibru. Megjithatë ne duhet në vazhdimsi ato çortimet kuranore, disa prej cilave i përmenda. Një prej tyre në surën Saf, pse flisni atë që nuk e veproni? Unë mendoj se atë do të më varë në vesh, edhe mos me lënë me na ik për asnjë çast. Mos me na mungu për kujtesës sonë. Pse? Jo për të bërë pengesë që na të flasim, po për të bërë nxitës që na të veprojmë. Për shembull, nëse flasim pej 1 deri në 10, flasim 3, nivelin 3. S'kemi nevojë me ul nivelin, kemi nevojë me ngrit nivelin e vepras. Njëjtë sikur ajo çësia, nëse nuk falësh, ka të keq që agjeron. Jo, nuk është kështu. Nëse nuk falësh, falu se pastaj namazet dhe agjerimi duhet paralelisht të shkojnë, se të dyja të bëjnë besimtarë, të bëjnë musliman. Kështu që edhe ne, njerëzve që flasin, nuk duhet të azom kryt me ju thonë pse flet atë që nuk e vepron e kështu me radhë, por duhet të insistojmë që në vazhdimsi të ngrisim nivelin e veprave tona. Pastaj duhet të kuptojmë se nga këndvështrimi islam ka edhe gjana të cilat nuk është se janë shumë praktike e që llogaritën vepra, pra edhe fjala është vepër. Edhe gjitha ato teori që për shembull dietarët, shkencëtarët, ekspertët e fushave të ndryshme i kanë përpiluar nëpër libra e u kanë ofruar gjeneratave në formë të ligjërimit e kështu me radhë, ata janë vepra. Dhënia mësim është profesion, dikush thotë po çka bën mësuesi ose pedagogu. Shkon në shkollë ose në universitet edhe flet, kur gjë tjetër s'banaj.
flet, mirë po, ai shpjegon gjana, ai qartëson gjana, ai edukon breza dhe gjenerata, ai aftëson njerëz edhe ekspert për të ardhmen. E derisa flasim, do të në vazhdimsi të mos harrojmë se ajo që flasim do të mbetet e mangat nëse nuk e përkthejmë në praktikë. Megjithatë, Hoxh, fjala ka rëndësi kur thuhet të jetë e sinqertë dhe pastaj ajo do të depërtojë tek njerëzit, apo jo? Pra, nuk mund të jemi edhe fare të pa fjalë. Po, pa pikë dyshime. Pa pikë dyshime. Shef, kanë herë edhe veprat flasin, edhe të bësh, ose të insistosh me me bo një kufi ndarës, mes fjalës edhe veprës nuk është një gjatë që nuk arrihet dot. Edhe veprat flasin, edhe fjalët flasin, edhe fjalët veprojnë, edhe veprat komunikojnë e kështu me radhë. Kur është në pyetje sinqeriteti i atij që flet edhe përzemërsia e tij, janë këto dy aspekte. Aspekti i parë është ai formal, kur ta thuash thuaje të vërtetë, mos e shtrembro të vërtetën e kështu me radhë. Po kjo më duket se s'është tema jonë tani, ndërsa ai sinqeriteti i ato që e thua edhe është e vërtetë, po shoqëroj me një bindje, do të thonë përveç që e thua ti duhet të jesh edhe duke menduar ashtu sikur se po flet, e kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, na e dim në një farë mënyrë teorikisht çysh funksionon ky rregulli i asaj fjalës së përzemërt, e cila megjithatë e gjen rrugën deri te zemra e tjetrit, derisa flitet, kur bëron prej zemrës e kështu me radhë, por ne nuk jemi në gjendje me zbërthy deri në detaje për arsye se megjithatë i takon asaj pjesës që për neve është e pa detektueshme, e pa prekshme. Dhe në një shoqëri si shoqëria jonë, po flasim për nënqëllin tonë, sa ka rëndësi që sa më shumë të dëshmohemi me vepra, pra të japim mesazh edukues përmes veprave tona? Është thonë Bujar, është thonë vepra e një personi ka ndikim në 1000 njerëz, më tepër se sa fjalët e 1000 njerëzve drejtuar një personi. Edhe kjo është ajo, si me thonë, ajo e vërteta e pamohueshme në këtë temë, e cila prap, do më thonë, nuk është porosia e saj që të mbyllën gojet e të ndalën gjuhët, prap duhet të flitet, për arsye se ka plot njerëz të cilat kanë potencial. Edhe mund të pritet që ata njerëz të bojnë mirë, po akoma nuk e kanë dëgjuar një fjalë, një porosi, një mesazh, një sqarim, një këshill, një çka do qoftë, e cila atyre do t'u ndryshojë jetën. Edhe do t'i vëj ata në diskursin e duhur për ta shfrytzuar pastaj atë potencial vetëm për mirë edhe për mbar. Kështu që ne në përgjithësi nuk duhet të rreshtim së foluri, por duhet të aplikojmë atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Pra i kemi dy alternativa, e kemi heshtjen, por e kemi edhe të folurit mirë, por nuk është alternativë të folurit keq. Sot fatkeqësisht njerëzit flasin edhe keq, edhe në këtë rast ti mundesh me u përballë me ta me vepra, por duke qenë se fjalët megjithatë kanë zonë vend në hapësirë. Fjala e thënë, fjala e shkruar, fjala e sqaruar, e kështu me radhë, e interpretuar, e në të gjitha këto pastaj ajo të themi kushtimisht konkurimet duhet të bëhen në të njëjtën hapësirë, në të njëjtën arenë. Për shembull, në kohën kur ka zbrit Kurani, ajo arena që mas tepërmi ka qenë mbushur me fjalë. Poezia ka qenë shumë e përhapur edhe të gjitha ato idealet edhe teoritë e njerëzve janë promovuar nëpërmjet poezisë. Edhe njerëzit edhe kur kanë dashur nganjëherë me fol për një të vërtetë, për një jo të vërtetë, vetëm të vërtetë, po për një të drejtë e cila u është në përkëmb, ata ankesën e tyre e kanë thurë nëpërmjet poezisë. Ka qenë aq e përhapur sa që njerëzit me poezi kanë komunikuar pothuajse në të gjitha nivelet, të fillu prej atij nivelit bazik. Kanë komunikuar edhe për fe, edhe për besim, edhe për tregti, edhe për pajtim mes njerëzsh, edhe luftat i kanë bërë me poezi. Do thonë kur kanë
ato luftat propagandistike që bëhen gjatë gjithë historisë. Ata i kanë bërë me poezi, kanë thurë vargje për shembull në ofendim të armikut, ose në mobilizim edhe në motivim të miqve dhe të ushtarëve të vetë e kështu me radhë. Edhe në këto rrethana ka zbrit Kurani, edhe dashur me qenë shpallja në nivelin e lartë të shprehjes. Për këtë arsye Kurani e te i kalon poezinë, e te i kalon edhe prozën, edhe poemën, edhe e te i kalon edhe të gjitha mënyrat e ligjërimit njerëzor. U sfiduan të gjithë. Po gjithsesi, edhe ajo sfida mbetet e hapur edhe kur nuk më shkon mendja. Për shembull, kur Allahu i sfidon njerëzit në Kur'an, nëse mendoni se nuk është fjalë e Zotit, atëherë sillni 10 sure, dikon thot sillni një sure, dikon thot sillni edhe qoftë edhe një ajet. Edhe kjo sfida është e hapur, kur njët mu nuk më shkon mendja se ka me dalë dikush edhe ka me pranu këtë sfidë, këtë challenge, edhe me pru Kur'anin në diskutim, a thu, që kjo ka i Zotit, mos absolutisht jo. Pse? Për arsye se është fjallë e Zotit. Edhe për një mend, edhe vetë personalisht edhe kolegët e mi, edhe gjithë ata njerëz cilët i lexoje, i dëgjoje, kur ka të bëj me atë pjesën e interesit tim të studimeve dhe hulumtimeve, të gjithë e pranojmë, do më thonë, ekziston një konsenzus i pashpallur se Kurani me frymëzimin e tij kur nuk shteron. Shumë interesant. E sheh cilën fjalë të marrësh në një citat kuranor, e sheh se ka shumë kuptim. Pastaj renditja e fjalëve gjithashtu ka shumë kuptim. Pastaj renditja e ajeteve, përfundimi një ajeti, fillimi i ajetit vijus, i thojnë, ose përfundimi një sure dhe fillimi i surës vijuse, i thojnë ilmul munasabat, disiplina e hulumtimit të përshtatshmërive në mes ajeteve, në lidhmëri, ose edhe sureve. Është mrekullin veti. E mos të flasum për faktin se është aq aktual, i freskat dhe interesant, sa sikur do thonë me pas njeriu aftësinë me u thellu në ato kuptime, ti thu, ky Kur'an për mua ka zbrit. Qatë shumë ti mbush ato zbraztit e shpirtit, dhe jo vetëm, por të jetës në përgjithësi, sa që nuk mundesh me marrë me mend se sa i mrekullueshëm është. E thash, është fjalë Kur'ani, është teori. Mirë po është fjalë e gjallë, fjalë e cila prej se ka zbrit në tokë, se Kur'ani është i amshushëm, është fjale Allah, gjithsesi. Mirë po prej se ka zbrit në tokë, kur nuk i ka humbë freskia. Për shkak se është shumë vitale dhe shumë i gjallë, e tash deri ku e sjell Kur'ani, deri në cilin nivel e sjell Kur'ani, na jemi pastaj të nderuar dhe të privilegjuar me e kap edhe me përkthym praktikën tonë, me zbatum praktikën tonë. Kur'ani pra e mbulon gjithësinë, po varet prej neve a i kemi pajisjet e duhuna për me i kap ato mesazhe. Tash nuk janë pajisjet sigur këto që i përdorim jetën e përditshme, po është ajo pajisja të cilën edhe ato Allahu na e ka dhënë. Apo dojmë me e përdor, apo dojmë me e përdor. Po pra, dhe e shkrova pra pejgamberi dhe vepra, dhe në anën tjetër pejgamberi fjalë pak, apo fjali të shkurta. Po, shumë bukur e kjo thanë. Pejgamberi fjalë pak, unë mendoj që është një përshkrim shumë i saktë. Shumë i saktë në kuptimin që donë zbërthim. Jo se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka fol. Ka fol, gjithë ditën ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, në një temë të caktuar, për shembull, flasim sot një temë e trajtojmë edhe themi, kjo temë është e rëndësishme, e trajtojmë për 20 minuta. Një tjetër mendojmë se është më e rëndësishme, e trajtojmë 40 minuta. Një tjetër ndoshta themi na nevojitën 2 orë për ta trajtuar. E në përshkrimin e veprimtarisë profetike, nuk kemi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë ligjërata nga gjysmore e 1 orë kështu me radhë. Fjalit edhe fjalët e tija kanë qenë të numruara, edhe kanë qenë të pakta. Për shembull, përshkruan, është interesant se përshkruan ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, sefte, për herë të parë, emigrimin, arritjen. E përshkruan Abdullah ibn Selami, i cili atë botë ishte jehudi.
por kishte lexuar për pejgamberin e fundit që ishte afru koha e paraqitjes së tij. Po nuk e dinte akoma, nuk ishte i sigurt se kush do të jetë, edhe tani më ishte përhap lajmi, kishte marrë dhënë se valla Mekë është paraqiti njerëz që po thotë unë jam pejgamberi i fundit. Edhe pastaj ai po dëgjon se ai njeri është nis për të vendosur në Medinë, aty ku ishte duke jetuar vetë, edhe thotë i dëgjoja lajmin duke thonë veç sa s'kam rri, në momentin kur u alarmuan njerëzit, i arriti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, filluan me nxitim me shku, me taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, isha edhe njëri prej atyre që shkova me nxitim edhe me padurim për ta taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Para mendo, si ka shku, për mendo këtë që këtë përshkrim, edhe Abdullah ibn Selami e ka përshkru me një fjali, a qërëone se sa minuta jem të folë për me përshkru qysh ka qenë takimi i parë, thotë edhe në momentin që e takova, e dëgjova duke, në momentin që e pash, thotë e kuptova se fytyra e tij nuk ishte fytyrë gënjeshtari. Sa interesant, fytyra e tij nuk ishte fytyrë gënjeshtari. Ndërsa fjalët e para që i dëgjova prej tij ishin ja ayuhan nas at'imu at-ta'am wa afshu as-salam wa sallu bil-lejli wan-nasu niyam wa silu al-arham wa sallu bil-lejli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam. I ka dhënë 4 porosit shkurtra, o njerëz, përhapeni selamin, ushqejeni të uriturit, mbajeni lidhjet farefisnore, faluni natën derisa njerëzit flen, do të futeni në xhennet të shpëtuar. 4 fjali të shkurtra, edhe e 5-ta përmbledhje e të gjithave si rezultat, çuje si pasojë, si epilog, çush dush, të thona për 20 sekonda. Kaq ishin fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye sot kemi njerëz të kalumën ka pas më shumë, po ka shoqër Zoti edhe sot, thotë unë i di 10.000 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është e mundën. Hajde, Kurani mrekulli, 6236 ajete, elhamdulillah, edhe në trojet tona, po thuj se në bazë, mos thënë ditore, po javore, mujore, dëgjojmë, dikush e përfundojmë memorizimin e Kuranit. Po hafëz një njeri i cili as nuk e kupton se çka ka zonë përmendsh. Apo me i thonë hajtë recitoma Kuranin prej fillimit deri në fund, ai e bën pa ndonjë problem, e bën këtë. Mirë po tash kemi edhe njerëz të cilët me mija hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam memorizojnë. E fundit ishte një çun i ri, student në Medinë, u gëzova shumë kur e lexova lajmin para 2-3 ditëve. Lajmi mund të ketë qenë edhe më hershëm, po unë tash e pash. Thotë i kam krahas aty në 9 koleksioneve më të sakta të haditheve, thotë ja kam bashkangjit edhe 7 koleksione tjera. Aty janë pyetje mija hadithe. Edhe i mban mend. Pse i mban mend? Për shkak se edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk janë të mrekullueshme, sikurse janë fjalët e Zotit, mirë po edhe ato janë produkti i frymëzimit hyjnor, edhe realisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rall kemi na hadith i cili është i gjatë, edhe na vjen 2-3 minuta, 5 minuta për me e citu. Ose nëse e shkruajmë, na duhen 10 rreshta për me e shkruaj. Ma shumë janë hadithet, cilat me një gjys rreshti, një rresht e gjys. Për këtë arsye edhe për me i mbajt mend. Është hesht. Po pra. Mos u shqetësa, po mos u hidhra. Mos u hidhra. Tha pejgamberi fjalë pak. Pse për shembull, edhe i ka thonë fjalë të shkurta, edhe i ka përsërit nga 3 herë. Pse e ka bën një gjatë tillë? Që njerëzit i mbajnë mend më lehtë. Ata i kanë mbajt mend, ja u kanë përcjell atyne që i kanë taku, pastaj ata atyne tjerëve deri te na sot, edhe na sot akoma shërbehemi me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe e bëjmë me komoditet, s'ka shumë një gjatë tillë. Ishte fjalë pak, kuptimore, por dhe në anën tjetër veprat ishin shembullore. Pastaj te veprat, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurrëherë nuk nxitte në një virtyt të cilin akoma nuk i kishte aplikuar. Ja, ai ishte si më thon kampioni, bajraktari i virtyteve. Do më thonë, para se me thonë diçka, ai veç i kishte kry atë punë. E përmend njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
s'po flas veç për punë të ibadetit se dikush mund të më thonë po mirë, ai kon pejgamber edhe u kon shembull për mi tregu njerëzve që do të më nënshtruar Allahut. Sikur se na thonë neve po ju vini o xhallar, ju tjetër se s'dini me fol veç për fe, me na mësu. Nuk është e gjithë e vërteta këto realisht, edhe nuk është e pakt kjo çka. Mirë po thot sahabiu, thot një natë derisa ishim në gjumë, vonë natën në Medinë, thot u dëgju një krismë e madhe, e çuditshme, e pazakontë. Edhe aq e fortë ishte ajo krisma sa që thot të gjithë u zgjum nga gjumi të trishtum. Edhe dolëm në oborret e shtëpive tona, dolëm në lagjet, në sokaqet tona, edhe derisa u këndellëm me ditë çka ndodhi, çka po bëhet, fillun disa me u mobilizu, thanë prej andej erdhe ajo krisma, edhe tash të mbledh vetën njerëzit prej atij trishtimi. Hajde të shkojmë të këshyrim çka është të bë, thot halas jemi nis mirë, kur ja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot e kishte kap një kali të Ebu Talhas. As shalën nuk ja kishte qitë, vetëm i kishte hip ashtu, edhe nuk shkonte, po thot ishte duke u kthy prej atje ku ka ndodhur krisma, edhe thonte mos u friksoni se kur gjas ka. Do thonë kishte shku, e kishte shiku vendin, e kishte inspektu vendin çka ka ndodhur i pari, edhe u kthy. Çka dëshmon kjo? Kjo dëshmon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka fol për shembull për guximin, për trimërinë, për heroizmin, kur ka fol për gatishmërinë me kon i dobishëm të gjitha aspektet për komunitetin, ai këtë punë ka pas kapitull të krym në jetën e tij. Edhe s'është hamend për asnjë çast, edhe nuk imagjinohet me qenë ndryshe për arsye se ky ishte i përzgjedhur i Allahut fuqiplot. Çu shka me kon ndryshe, kallza. Mirë, do të shkputemi të dashur miq tani për pak pauzë, më pas rikthehemi për të vazhduar dhe do të mirëpresim telefonatat tuaja. Vazhdojmë tutje dashur miq, do të shoqërohemi edhe më tej, do të mirëpresim në vazhdim që na telefononi. Derisa do të kemi telefonat, të lexoj një pyetje, thot a bën me u fal në dhomën ku është televizori ndezur, më bjen anash në krah të majt. Pse mos më po? Bon. Gjithsesi televizioni, prezenca e tij në dhomën ku falemi nuk është problem. Problem mund të jetë ajo që ne shikojmë te. Kjo është e para, dhe më thonë, eliminoje këtë, s'ka problem se e ki televizorin edhe të bjenë në krah të majt. E dyta, edhe më kjo menoj që e ki parasysh, kur të lidhësh namaz, televizorin do të mjanalë zonin deri në zero, për shkak se mundet me qenë pengese për qëndrimet tonë në namaz. A gjen rahati shpirti i njeriut pas vdekjes, e qysh është ajo jeta mes dy botëve? Qysh është nuk di me sqaru deri në detaje, po di me thonë atë që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, respektivisht atë sa na ka sqaru, edhe na ka komentu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu i cili ka jetu jetë të mirë në këtë dunja, ka jetu si njeri i mirë, ajo berzakh e thojnë, ai vakumi mes dy botëve, që është koha kur shpirti qëndron ndarës prej trupit, e gjithsesi është para përjetimi asaj që ka e pret njeriu në ahiret. Pra njeriu i mirë, a gjen rahati. Edhe përjetimet i ka të këndshme. Ves një përjetime ka të pakëndshëm njeriu i mirë në berzakh. Lyp edhe insiston që sa më shpejt të bëhet kiameti, për arsye se është vendin e vetën në xhennet, edhe lyp sa më shpejt me shku atje. Mirë, tani do të inkuadrojmë telefonatën e parë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Hajni mirë. Mirë, faleminderit, po ju? Elhamdulillah, dhe mirë. Po Albert? Apo dëgjohemi po? Po dëgjohemi. E mirë. Unë du me ja fillu me një ajet kuranor që thot që keni besuar, pse thëni atë që nuk e veprani. Pat, ka njerëz që po shprejna pak si në humër, japin veti zër, edhe japin fjalë të mëdha. Ja përmend bojar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ishte fjalë pak e punë shumë. Prandaj nuk është mirë me jap veti mundësi që me dhonë ato që as mundesh me vepru. Faleminderit shumë. Salam aleikum. Aleikum salam. Mendoni edhe ju kështu, hoxh? Jo. Nga njerë do të me thonë ato që ati s'mundesh me vepru, se ndoshta dikush mundet. Po ishdasht me thonë, nuk do të me thonë ato që sa ki ndërmend me vepru. Në më thonë, ajo që neve do të me nashqetsu është të mos bim ndesh me fjalët tona. Nëse themi do të me konë burri mirë, na do të me mundu me bo burat mirë. Nëse themi do të me dhonë zeqat, ti mundesh me konë fukara, po ati pasuniku dikush do të me i të regu se zeqati është obligim. Do të ti se ki ndërmend me e bo për shkak se s'mundesh, po sikur të mundje këshe me e bo. Kështu që gjallat e mira do të me i folë, vetë parimisht do të me u mundu me u gjindë aty, edhe do të me u mundu që parimisht gjithashtu praktika dhe veprat tona mos me ardhë në kundërthanje. Po rezulton që është një temë e cila ka mujt me kanë e keq kuptume. Realisht, po, bujarë... Kur njerëzit flasin shumë, bëjnë thirrjet shumë ta... Kjo është temë e cila prek çdo pore tjetës tonë, për këtë arsye kemi shumë nevojë për këtë temë. Edhe unë të kisha lutë, mos e leve që me sonte, po ko pas kohë na kthen këtë temë nga këndvështrimet të ndryshme. Tjetër. Do të inkuadrojmë një tjetër telefonat, alo? Alo, selamu aleikum. Aleikum selam. Dështë një pyetje për hoxhin e krem. Cila është pyetja? Kur falimi vetëm, a duhet ta thëmë ikametin, apo bon edhe pa ikamet? Farzin me fal. E qartë. Selamu aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Hoxh? Ne edhe nëse falimi vetëm, edhe nëse falimi me xhamat, nëse falimi pa ikamet, namazi është i vlefshëm, por kemi lënë diçka të rëndësishme pa bë. Kështu që s'ka dallim a falësh vetëm a me xhamat, ikametin thuje se ka vlerë. Vazhdojmë tutje, alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po të një pyetje për hoxhën. Para një 3 vjete, ja kom bo një pyetje një hoxhës për shkak që kom pas punën shumë tran, edhe kom punu në dërtimtari, edhe kom punu me flak, kështu, me nxehtësie, me kështu. Edhe në kohën e verës, jatësia në shkejke në ora 11:30, deri u falë shumë më bëjke në 12. Pyetja jam o kanë, a muj me falë jatësin ma heret, për shkak që tani me mdalë gjumi edhe për sabah, hoxha ma ka pasja përgjigjen që është e mundur me falë jatësin ma heret, për momentin që e falë, do të me ra me një herë me flejt, ju me nejtë qutë kështu adin. A është që kënë regull, a nuk është? Dhe me thënë, po e përsërit këtë pyetje tash, apo? Po që kjo është e njëjta. Në regull, faleminderit. Veç është në regull, që që më ka ja përgjigjen hoxha para 3 vjetë. Allah është përblef. Selam aleikum. Aleikum selam. Po bëhet qefi, dhe më thonë për atë përgjigjes të ka dhonë hoxha, edhe po më pëlqen si përgjigje. Për shkak se... Cila, kjo me shku me ra me njëherë me flajt, apo... Ajo, realisht, derti i pyet si të është pikrisht kë. Do më thonë, me fali jatësin ma herët, për me mujtë me flajt, me pushu, me mledh forës, për me uqu me falë sabahin. Edhe i hoxha për mos me lonë hapsir, që me thonë, hajtë vëlla, edhe ai që s'është të punu, me thonë, të fali edhe një jatësin ma herët, e tani me najtë me po muhabet e kote, për atë arsye e ka thonë atë. Funit është ijtihad kjo, me i pason të hoxhës, a të bëma një argument për i Kuranit edhe për i Sunetit, nuk e di, ndoshta edhe kishë gjithë diçka kështu si argument tërthorazi, po e që dua të them është se për një mend në situatat e këtilla, ne kemi borxhe dhe obligim që njerëzve me ju po zgjidhje. Unë po supozoj se ai që e parashtroi pyetjen ai vllai nuk jeton në Kosovë, se të në Kosovë maksimum 10:30 shkon jatësia, jo 11:30 në 12. Mirë, po sa më në veri të globit, do të thonë verës jatësia shkon shumë vonë, edhe sabahi vjen shumë herët, edhe për një mend ata njerëz që jetojnë atje janë bëjgin sfidë me kohët e namazit. Kështu që për këtë aspekt unë edhe vetë kam qëndrime kogja të
të relaksume edhe fleksibile, po edhe çka kam lexu, e kam pas se dietarët e trajtojnë me kujdes këtë punë. Vazhdojmë tutje. Alo? Alo, Po, nëni. një person nga Vistinja. Po, mirë se vjen në Posa emision. qef me vetë hoxhën e nderuar. Përmendore që përmnojnë të vorët ose gurë dikus. Që edhe që pjastruin honër edhe yllin. A ka diçka dallim në gjallë apo në smojt me konën e ai hona. Ai grepi honës. A ka diçka dallim në gjallë apo smojt. Te kryt që pjastruin dikus. Falenderit. Hoxh. Gurët të varët janë në rregull, përmendoret edhe shpenzimet mbi varë nuk janë në rregull. Që të kuptohemi, ta kemi të qartë. Pastaj pyetja rrethi i hanës a do të ndjatha në shmajt, nuk ka ndonjë rregull për këtë punë kështu. Po menoj, më duket se praktika është kështu, rrethi i hanës me qenë ka hana e majt, apo jo bojar. Imagjino pak rrethin hana dhe ylli. Po. Edhe pse s'ka nej, po menoj, nuk ka nej farë diçka të prem që duhet patjetër me hanë dhe me yll me qenë. Mirë, e lexojmë një mesazh, thotë një sqarim nga hoxha si të bashkojmë mes këtyre dy ajeteve. Urdhroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja, dhe ajeti pse e thoni atë që nuk e veproni. Pra, nëse unë e di që gaboj për një çështje, a kam të drejtë të këshilloj të tjerët mos të gabojnë? Po. Edhe nëse vetë ke mangësi në praktikimin e të mirave ose shmangjen nga e keqja, kjo nuk është pengesë. Thash edhe më herët derisa e trajtuam këtë temë, nuk është pengesë që ti mos më e thon të vërtetën. Për arsye se ti mundesh me pas një problem, unë i funit njerëz jemi, të gjithë gabojmë, të gjithë kemi të meta, edhe me bëmë të myt dikush që kjo puna është e mira e keqe. Ti s'mundesh me thon është e mirë për arsye se ti vetë e praktikon. Jo, ti thua e keqe është. Edhe për ty është më lehtë nëse e praktikon duke e ditë që është e keqe, se sa me u mundu, pastaj asaj mi ja bo një kamuflim se gjoja është punë e mirë, s'ka problem. Se shumë njerëz gabojnë, me një fjalë gabimin e dyfisht e bojnë pikërisht këto. Kur mundohen me arsyetu gabimin e vetë, gjoja se s'ka problem se po e bojon. Jo, gabimi është gabim, edhe nëse e bojon, gabim është. Edhe kjo s'do të me qenë pengesë për me ju tregu njerëzve. E pastaj ajetin tjetër, pse flisni atë që nuk e veproni, pastaj na natën do të më marrë me vetveten edhe me rrej veten me këtë ajet. Mi thon vetet e ti po flet për punë të mira, ti po flet kundër punëve të këqija, e vet ku je? Se s'po përmirësohesh. Do të thonë një nxitje, një çortim ja bë vetës për vetë disiplinë dhe për vetë avancim. Qartë, vazhdojmë tutje, mirë presim një tjetër telefonat, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Do është një pyetje hoxhës. Po. Unë kështu sa herë të bëj namaz që ti lut në Zotit, thuje se 90% mi plotson lutjet. Po e njëta një ditë një hoxh, që atina që t'ja plotson Zoti lutjet për shembull, ata nuk e dan Zoti. Sa e dan më ju lut për që e donë Zoti qatë person. Dhe mu ka bo më raktër. E qartë është. Falenderit. Falenderit e për juve. Pra lutja, a i pranohet çdo kujt atë që e do Zoti, që nuk e do Zoti? Mos e riformulo pyetjen, po ti tha e qartë, kuptimi. Tregom. Ka dëgju hoxhën duke thonë që nëse Zoti ti pranon lutjen, Zoti se don çat njeri. A ke çështë? Nëse nuk ti pranon lutjet, Zoti nuk don i vjen. Aha. Kjo është. Kjo është kuptimi. Në të dyja situatat, nuk e di, unë diçysh sikur e kuptova të kundërtën, po pa ka rëndësi. Ti je referencë në këtë aspekt. Në të gjitha situatat, na Zotin e lutim, edhe ai na i plotson ose nuk na i plotson lutjet. Asnjëra nuk është dëshmi se na don ose nuk na don. Nëse na i plotson, është dëshmi se na don. Po edhe nëse nuk na i plotson,
ne mund të kemi ndonjë pengesë vetë na pse Zoti s'po na përgjigjet, ose na jem të lyp diçka, jena të lyp çit gotë me ujë, ndërsa Zoti është tu na e dhënë një burim me ujë në xhenet për shembull. Edhe tash na s'do të më ungut, me thonë luta Zotin edhe s'po më përgjigjet. Kur mos thuj kështu. Edhe kur mos mendo kështu. Edhe nëse s'ta kallon atë që e ke kërku, bënu i bindur se Allah ka me dhënë diçka që ki mundaj Pra jo detyrimisht do të menduar se nuk na dha Zoti. Edhe mos mendo që Zoti a don as don, Zoti na don. Zoti mos më na dash, nuk na kish thirrë me shku në xhenet. Zoti mos më na dash, nuk na kish thonë lutuni se unë ju përgjigjem. Zoti mos më na dash, nuk kish thonë kërkoni falje se unë ja fali gjunaat. Zoti mos më na dash, nuk e kish lënë dorën e mëshirës së vet shtrit që ditën me u pendu ai që ka bë mëkate natën edhe anasjelltas, natën me u pendu ai që ka bë mëkate ditën. Kështu që na për Zotin do të më menu veç mirë, edhe nëse arrim me bind veten me mendu kësaj, padyshim që kena më pas. Sepse kështu është. Edhe kështu është padyshim. Vazhdojmë një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje hoxhës me apo? Po. A është ajeti në rregull kur themi pas vështirësisë vjen lehtësimi apo me vështirësi vjen lehtësimi? Edhe pyetja tjetër është për shembull isha udhëtare, e s'kisha abdes ta falin autobus me i bashkue drekën edhe ikindin, edhe kur erdha në shtëpi e fala drekën 2 recate si udhëtare, a ikindin e fala normal se isha në shtëpi. A kam vepruar mirë apo jo? Faleminderit shumë për vëmendjen. E qartë. Faleminderit juve. Kemi një tjetër telefonat, e inkuadrojmë, alo? Ikom. Ajeti me vështirësinë vjen lehtësimi apo pas vështirësisë vjen lehtësimi, si kuptohet? Kurani thot fa inna ma'al usri yusra. Me vështirësinë vjen lehtësimi. Por detyrimisht do të më e kuptu se pas vështirësisë vjen lehtësimi, se përndryshe s'kish pas kuptim. Sikur ti shar lehtësimi pas vështirësisë, çka do të ndodhte me neve? Na do të jetonim komoditet në fillim, ama në fund gjithë do ta kishim vështirë. Pra para vështirësisë se do të vinte. Kjo do të kishte kuptim. Do thonë me kryna punë të mira, në fund masani mu përmeqat, mu kiametu me vujt e kështu me radhë. Kështu që ato dyja të vinë bashkë, po mas pari vjen vështirësia, mas pari futet vështirësia, masani vjen lehtësimi për arsye se kjo radhitje kështu edhe i jep kuptim kësaj pune. Isha udhëtare, kur jam kthyer në shtëpi, kam falur 2 recate të drekës dhe në kohë të ikindis dhe ikindin e plot. Jo, o dash të dyjat me i fal ka 4 recat. Pavarësisht pse ka hy koha ikindis, ty të ka kalu dreka me arsye për shkak se ke qenë udhëtare, po për shkak se ke mri në shtëpi, i fal nga 4 recat të dyjat. Nuk ki nevoj besoj me e përsërit, po për herën tjetër mbajnë mend. Vazhdojmë tutje, alo noni. Alo, përshëndetje bujar. Përshëndetje. Përshëndetje për ty edhe për hoxhën e nderuar. Dishta me pyet hoxhën lidhje me këtë të fundit që kanë ateru në hënë. Për shembull disa teori konspirative se thojnë po, se jo, edhe tash ne po e shohim në live, atje do të thonë drejt për drejt, po e shohim se po kanë mbri. Edhe tash thonë se nuk kanë mbri. Sa kam lexuar në liga fetare, kam lexuar se mendjen ja ka dhënë Zoti njeriu për shembull për me ditë, për me mbërrit, për me punu për gjitha. Edhe tash unë jam shumë, unë besoj shumë që ata kanë shku. Nështë asë është pyetje bashkë në vend, po kam dëshirë mendimin e hoxhës, edhe ju përshëndes. Dhe ko është pyetja? Pyetja është, a mundet me qenë e vërtet, përderisa na e shohim live, drejt për drejt, atë që ata kanë mri astronaut, shembull në anë, mas 50 viteve. E tash koqa, shumica e njerëzve, të e marrë parasysh se për shembull Rusia dhe Kina që janë kundër Amerikës, edhe vëmendjen Amerika ka përqendru tjetër kund. Kishe, a mirë po na i shohim këtu drejt për drejt. Unë kam në atë aspektin se për shembull Zoti ja ka dhënë mendjen njeriu te vaj në mësi. Faleminderit shumë. Dëshirë vetëm një mendim për hoxhës të nderuar. Faleminderit për telefonatën.
Faleminderit juve. Kuadrojmë edhe një telefonues tjetër, alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kam një pyetje. Kam nëna plakën gjallë, s'munët prej unazave, s'munët më falë në kam, a është ma se vabë më falë në qilime apo në tavolinë, më pullë. E qartë. Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Pa udhëtimi për në hënë, thot ne e shohim live, a mund t'jetë e vërtetë? Nuk po shoh arsye, se po do me të pyeta kanë bri ajo. Jo, po do me pyet çka është mendimi jem, se formulimi i pyetjes ka me vend, çka është mendimi jem. Unë nuk po shoh arsye mos me besu. Pse mos me besu, nëse thonë kena shku, keni shku. Do të thonë s'po shoh arsye me hit tash edhe me komentu që është e mundën, s'është e mundën. Në funit vallai veç jam tu e pasi lajm që po trajtohet se nuk kam hy as me analizu, do më thonë, po kur gjo neve s'na dëmton nëse ata kanë shku dhe na besojmë që kanë shku. Po funit nëse neve na paraqitet se kanë shku, s'kanë shku. E na me gjithate besojmë asaj që pa na paraqitet. Edhe kjo s'na dëmton do një gjo. Po menoj, sikur këtë njerëzit, s'ka nej trajtim kushtet i çfarë të veçantë për neve pse jemi musliman në këtë aspekt. Gjyshja thot ka probleme me unaza. Nuk tha gjyshja. Lokja, që është nana plak. Nana plak, pa. A ma mirë me i thonë gjyshja e nana plak. Ok, di, varë prej që shëndjenë. Fjalla non është shumë e ambël, shumë e mirë. Nana plak nuk mundet me u falë për shkak të problemeve shëndetësore që i ka. Edhe ajo, a ma mirë tash me u falë në qëllim, anë tavolin, nuk ka problem. Qysh ti vjen asoj malet që ashtu let falet. Për arsye se deri sa nuk ka gjendjen shëndetësore për me e falë namazin që është falet njeri i shëndosh, pastaj në këtë aspekt nuk ka të lashe. Kjo tavolina që përmendet? Për me qitë kryt, ose nga njerë njët ma mirë, të edhin bëja, regullë është që ai që s'mundet me ranë sejtë për shkak të kufizimit lëvizjes, ai s'ka nevoj me qitë kryt në tavolinë. Po ndoshta ajo zonja njëhet ma mirë me qitë kokën, po një le të qetë se zbat nami. E marrëm edhe një telefonat me që është inkuadru, alo? Alo, noni? Salam aleikum. Aleikum salam. Cila është pyetja juaj? Salam aleikum, Batse Hoxh. Wa aleikum salam, rahmatullah. Unë pyetja është na s'po kallxoj pe cilë duen jam, po na po vujna për hoxhallar. Hoxhallar kena bëll, po imama s'po kena me na thire zonin, as me na dalë me na i falë namazet, a me lejmërur parsin islame, a qa me ban më shtjena. Unë kum dërgu 2 email, i kum dërgu parsin islame, po hoxhallar t'i kena krejt mas lartë, i ke 3 kilometra ma i lartë. E qartë. Faleminderit. Ja, qa me ban, salam aleikum. Aleikum salam. Allah i trojt, Batse Hoxh. Amin, ja Rabbi. Të kështë qeni Mitrovicas, po menoj bash në adresën e duhon i e drejtu. Sonte të kësha po zgjidhja të. Po shqeqerë që në Mitrovic nuk ka kështu, elhamdulillah, s'ka kësi ankesa. Po mirë ka shkru, pra. Në adresë të duhur ka shkru me gjithatë. Po edhe me shkru edhe me shku, dush me shku personalisht, në qytetin ku ti jeton, ose në fshatrin, në komunën që jeton ti, ka këshill të Bashkisë Islame, shkan, se cili këshill ka edhe kryetar edhe kryimam, edhe bisedon me përgjegjësit, edhe të regon se mundet me egzistu, që ndoshta kryetari ose kryimami nuk e din se në filën fshatin hoxha nuk del me thire zanin me qelë xhamin, me afal xhamatin. Kështu që zgjidhja çështu bëhet. Do më thonë, Allahu thot, wa atul buyute min abwabiha, në shtëpi hyni ka dera. Në problemin e juaj nuk besoj që jem në dera, na mundëm veç me bodua me thonë, Allahu na përmirësoft të gjithëve. Amin. Faleminderit shumë. Faleminderit aty. Dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm të emisionit e Thëna e Pa Thënë. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.